Të dashur shqiptar, kjo fotografi që shikoni është përhapur nga anëtarët e agimit të artë, të cilët kanë nga 15 llogari në rrjetet sociale, secili prej tyre nga diun këtë. Këta persona kanë ardhur në bisedën time të drejtë për drejtë dhe janë shitur si adhëtar, njohës të gjuhës shqipe dhe të greqishtes. Mirë po, gjatë bisedave me ta, kam vënë re që ato thonë fjalë shumë të këqija për arvanitasit. Thonë që arvanitasit e quajnë veten grek, që u rrejnë shqiptarët sepse ata janë musliman. Dhe kur dëgjon fjalë të tilla, menjëherë ngrihet alarmi në mendjen time, ngrihet alarmi që ka diçka që nuk shkon këtu. Ka diçka të shëmtuar dhe kjo shëmti, pra, këto biseda mund të dallohen dhe nga një diçka tjetër. Këta njerëz që shiten si shqiptar flasin me një theks grek që flitet vetëm në ishullin e Korfuzit ose Korkyra e dikurshme. Pra minoritarët shqiptar janë në fakt shqiptar që kanë banuar në Korfuz me familjet e tyre, janë helenizuar, flasin një greqishte të prishur, gjysmë shqip, gjysmë greqisht, madje ata kanë sjell në fjalën shqipe fjalën flakadan. Fjala flakadan vjen nga shqipja flak plus prapashtesën greke danos. Pra, flakadanos, kështu e quajnë flakën këta minoritarët, kanë krijuar një fjalë gjysmë shqip dhe me prapashtesën greke danos, dhe është shqipës kjo fjalë, flakadan. Pra e kanë futur minoritarët. Dhe unë do doja t'i ftoja në bisedat tona në rrjetet sociale që të mësoj fjalë të tjera që të kanë krijuar pikërisht shqiptarët në Himar, pra janë me origjinë nga shqiptarët të dikurshëm që kanë ikur nga pushtimi turk për në Korfuz, dhe atje janë helenizuar siç u helenizuan shqiptarët që ikën në vitet 90, nuk flasin shqip. Kur e pyes unë ndonjë shqiptar, a jeti grek? Ai thot, ohi, pas e thot, jo. Flet gjysmë greqisht, gjysmë shqip tjetri, megjithëse ka vetëm 30 vjet që banon atje. Ky quhet edhe efekti parashqevi Simakut. Domethënë njerëzve me intelekt të dobët, tash ajo ka psuar eshemi cerebrale, kuptohet, ka tjetër problem, por shumica e shqiptarëve ka një bagazh të dobët fjalësh dhe atë bagazh që mungon të kanë mbushur me fjalë greke dhe flasin gjysmë greqisht, gjysmë shqip në bisedat tona të drejtë për drejta në rrjetet sociale. Pra këto fotografi janë shpërndar nga një grup shqiptarësh që janë pjesë të agimit të artë, që është një organizatë fashiste greke që kërkon djegjen e Shqipërisë, dhe në këtë fotografi ky është plani B. Pra plani A është me demonstrata paqësore. Numri këtyre ardhacakëve është 200.000 shqiptarë, është numri i këtyre troszeczkę, możecie czekać troszeczkę? Poczeka na zewnątrz minutę. Pra, po ma ndërpresnin bisedën live që kam me ju të drejtë për drejtë, i nxorë jashtë studentët siç e pat, sepse për mua kjo është shumë e rëndësishme, ky mesazh. Pra ky është plani B, keni shumë kujdes, sepse ne nuk duhet që të djegim Shqipërinë për këta ardhacak. Pra, këta ardhacak kanë marrë pashaport greke, marrin pension grek, 300 euro në muaj, dhe nuk e din ku janë. A janë grek apo se janë shqiptar. Nuk e kanë të qartë në kokën tyre, por një gjë është e qartë në kokën e tyre që ata kanë planin B. Plani B është djegja e Tiranës. Pse? Sepse në vitin 1997 ata dogjën Vlorën, por nuk arritën dot të vinin në Tiranë. Tashti kanë ardhur në mënyrë paqësore, një lloj si kali i Trojës, kanë ardhur këto kuajt dhe gomerët. Tani gomerët kanë ardhur nga Kosova dhe Maqedonia, sepse ata kujtojnë se po vinë për të mirën e Shqipërisë, ndërsa kuajt e Trojës kanë ardhur nga Greqia. Tani më të rrezikshëm në fakt janë gomerët e Trojës, që nuk e dim pse kali u fut në Trojë, dhe në barkun e tij fshihen pra gjysmë akej, gjysmë shqiptar, që flasin gjysmë shqip, gjysmë greqisht. Pra, plani i tyre është të djegën Tiranën siç e dogjën Trojën, dhe ju lutem mos i lejoni
për atë Zot që është në qiell, a besoni në Zot, mos i lejoni këto njerëz të futen në Tiranë, të bllokohet sheshi Skënderbej, të mos futen këta ardhacak në Tiranë, për disa ditë sa të qetësohet pak situata dhe të ndahen gomerët e Trojës nga kuajt e Trojës. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.